Përplasja në mes të shtëpisë, një dramë e heshtur familjare, në shumë familje, konfliktet nuk lindin papritur. Ato ndërtohen ngadalë, nga fjalë të pathëna, nga keqkuptime, nga frikëra dhe nga mendësi të vjetra që vazhdojnë të jetojnë brenda njerëzve. Përplasja mes Limit dhe Albës është pikërisht një shembull i tillë, ku një debat në dukje i zakonshëm shndërrohet në një konflikt të madh emocional dhe moral, duke zbuluar plagë të thella në marrëdhënien e tyre. Gjithçka nis kur Limi i thot Albës të mos merret me burra të martuar. Në pamje të parë, fjalët e tij mund të duken si këshill apo shqetësim, por mënyra se si ai i shpreh i jep atyre peshë akuzuese. Ai flet me ton urdhërues, sikur Alba të jetë fajtore për diçka që ende nuk është provuar. Në këtë moment, Limi nuk flet vetëm si individ, por si përfaqësues i një mendësie shoqërore që shpesh e sheh gruan si përgjegjëse për moralin, ndërsa burrin e martuar e lë në hije. Alba, nga ana e saj, ndihet e fyer dhe e nënvlerësuar. Ajo e ndjen se po gjykohet pa u dëgjuar dhe pa u kuptuar. Për të, kjo nuk është thjesht një vërejtje, por një goditje ndaj dinjitetit të saj. Ajo nuk pranon të etiketohet apo të kontrollohet, sidomos kur nuk i jepet mundësia të shpjegojë veten. Prandaj, zëri i saj ngrihet. Ajo bërtet më shumë se Limi, jo për të treguar forcë, por për të mbrojtur veten dhe për të kërkuar të drejtën e saj për t'u respektuar. Përplasja ndodh në mes të shtëpisë, një hapësirë që simbolizon familjen, sigurinë dhe qetësinë. Por në atë çast, shtëpia humbet kuptimin e saj si vend paqeje dhe kthehet në skenë konfliktesh. Bërtimat përplasen me muret, ndërsa fjalët bëhen më të forta se çdo goditje fizike. Kur Alba i gjuan Limit, ky veprim nuk duhet parë vetëm si akt dhune, por si shpërthim i një tensioni të mbledhur prej kohësh. Është momenti kur emocionet e saj dalin jashtë kontrollit, sepse askush nuk i ka dëgjuar më herët. Nga ana tjetër, edhe Limi reagoi ashpër, jo domosdoshmërisht nga urrejtja, por nga frika dhe pasiguria. Ai ndoshta ka frikë nga humbja, nga gjykimi i të tjerëve, apo nga thyrja e normave që ai i konsideron të shenjta. Në vend që t'i shpreh këto ndjenja hapur dhe me qetësi, ai zgjedh akuzën dhe kontrollin, duke thelluar edhe më shumë hendekun mes tij dhe Albës. Ky konflikt nxjerr në pa një problem më të madh shoqëror: mungesën e komunikimit dhe barazisë në marrëdhënie. Kur njëra palë flet dhe tjetra vetëm reagon, kur njëra akuzon dhe tjetra shpërthen, atëherë përplasja bëhet e pashmangshme. As Limi dhe as Alba nuk janë plotësisht fajtor apo të pafajshëm, ata janë produkte të rrethanave, edukimit dhe presioneve shoqërore që i rrethojnë. Në fund, kjo ngjarje duhet të shërbejë si mësim. Bërtitjet, akuzat dhe dhuna nuk sjellin zgjidhje, por vetëm plagë më të thella. Dialogu, mirëkuptimi dhe respekti janë të vetmet rrugë për të shmangur përplasje të tilla. Shtëpia duhet të jetë vend ku njerëzit ndihen të sigurt për të folur, jo vend ku frika dhe zemërimi sundojnë. Përplasja mes Limit dhe Albës është një thirrje për reflektim, jo vetëm për ta, por për të gjithë ata që përballen me konflikte të ngjashme në jetën e tyre.